televizim. Po, 10 milion shqiptar shohin. Po na ndiqni. Atëre, jemi në një pikë decisive të programit, sepse siç ju thash, sonte do të hapim televotimin e parë për finalistin e parë. Vendimin do ta merrni ju. Por zgjedhjen do ta bëj liderja e fundit për këtë sezon, Brikena, si avantazhi i saj në lojë si lidere. Shkojmë në shtëpi. Atëre, jam sërish me ju. Të lutem. Përpara se të vazhdoj, komentuar këtë gjëja këtu tani që ndodh, apo s'ka problem. më fal? Duhet komentuar këtë gjëja që ndodh. Qas në batë në ekspares, që thamë për një film me 3 personazhe të Ai rëndësishëm. shkoni se femrat e dushi. Edhe i komenton tatuazhe. Më fal, një moment. Banor. Është marrë vlla. Një moment. Ju po ta kisha thënë në shokë, jam kishit banane. Robert. A ka mundësi të qetësohemi një moment, sepse Thujemi goc, po no goc. Po si s'ke dëshirë, ças ke dëshirë. Ka dëshirë se është e vendishme. O ti je. Është e vendishme. Ti ke shku atë. Stop. Mjaft pra, ka qenë një mbrëmje e ngarkuar dhe juve, sikur të mos mjaftonte kjo, vazhdoni t'i shtoni kësaj. A ka mundësi të keni pak respekt për njerëzit të cilët rrinë për ju deri në këtë orë të vonë dhe nuk duan të dëgjojnë bla 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 kot në kot? Nëse keni mirësin, me qënë se ishim në publicitet, mund të na e tregoni me qetësi çfarë ndodhi sipas jush. Atëherë Ledion, Shëndriti sot më ka hedhur 2 herë kunja për tatuazhet e mia që disa i kam në vendin time, që me sa duket kur pas kam bërë dush. E di unë, a janë intime apo jo i nderuar. Çfarë më tha një shprehje që unë kam te kurrizi dhe okay, po e pranoj që më ka dalë diku. Kur pas kam bërë dush dhe pas ka kaluar i Shëndriti, pas ka parë tatuazhe të tjera që shpar tha atë puthjen, se i dash një puthje, merre sa dhe fute këtu, sepse unë këtu kam një tatuazh, një palbuz, dhe unë ndjem jashtëzakonisht e intimiduar për faktin që ky djalë pas ka ardhur aty në dush dhe më pas ka studiuar musa, pas ka arrit me pa të gjithë tatuazhet e mia. A mund flas të dënë Një sekond tani. Pra, ti thuaj që Shëndriti të ka komentuar një tatuazh. Disa tatuazhe. Kur unë kam qenë në dush. Dushi në atë shtëpi ti e di që nuk ka derë. Patjetër, por unë shoh çunat e tjerë këtu që kur hyjnë në dush, shohin një femër. Oj motër, ti ke tregu ato, nëse janë intime mbulohu edhe laju pra, okay? Ato nuk janë intime përderisa ti shfaq para 10 milion shqiptarëve, okay? Nuk janë intime, nuk janë. O Shëndrit. O zot, shumë i palidhje. Shëndrit, se e shet dhe veten si djalë të edukuar. Po, kërkoj shumë ndjes. Po jo pra, nuk ke nevojë të më kërkosh mua ndjes, më jo, kërkoj ndjes vetes tënde. E para e punës, nëse një vajzë ndjehet e intimiduar nga ty që e shikon në dush, thuaj më fal, nuk e bëj më. E dyta, ti përtej kësaj, i pas ke lexuar edhe tatuazhet dhe se çfarë shkruan në tatuazhe. A ka mundësi ti thërrisni mendjes? Thirrini more mendjes. A mund të flas, lutem Ledion? Dhe përdori për të sulmuar. Jo, lutem Ledion, intimidim, përderisa e disa, më bën gjatë pramit kështu i thash atë puthje, merre dhe ktheja tatuazhit tënd, jo mua, nuk i dua. E dyta, gjatë gjithë javës, e disa veshët shumë bukur e komplimentoj me crop top që tatuazhi i saj është shumë viziv edhe lexohet. Unë nuk e kam përfajt këtë pjesë. E dyta, në pjesën e dushit, e disa bën dush edhe ne kalojmë aty. Unë në asnjë moment nuk jam dalë për me shiku. Po tatuazhi i saj është shumë i dukshëm, edhe nuk e kam përfajt. Tani, a e kuptoni se me çfarë po merreni? Po kjo po merret, se unë jo. Jo, edhe ti, edhe ajo, të dy bashkë. Pra, po merreni me budalla llëqe. Ju lutem, thirrini mendjes, sepse nuk është kjo gjëja, është ora 2 e natës dhe po merreni me budalla llëqe. Ju lutem shumë, thirrini mendjes, bëni gjërat bukura, na bëni për të qeshur, na bëni për të qarë, na fusni pak zim në shpirt, sepse realisht jeni bërë më lëpiu gjalpin, nuk më lëpiu gjalpin. Më pa leshin ke sqetlla, nuk më pa leshin ke sqetlla. A ka mundësi mos e jeni njerëz të rritur tani, ju lutem? Iku kjo, Selin, është momenti që të më thuash çfarë vendimi ke marrë, besoj ke patur kohë mjaftueshëm për të menduar, uroj shumë të kesh dëgjuar
si fjalët e nënës tënde, po aq edhe fjalët e mia dhe mbi gjitha të kesh dëgjuar fjalët brenda kokës tënde dhe brenda zemrës tënde. Unë natyrisht në emër të publikut të Big Brotherit jam i keqardhur për situatën e krijuar, por çfarë kisha për të thënë ty direkt, ta kam thënë dhe besoj nuk ja vlen ta përsëris në këtë pikë. Edion, unë të falenderoj shumë për çdo fjalë të thënë, se për mua është suport shumë i madh. Nëse më lejon të them një gjë shumë shkurt, në fakt ndihem shumë e ngarkuar edhe normalisht të thash që fjalët e mamit për mua janë shumë gjë. E vetmja gjë që më ka ngrohur nga gjitha ajo biseda dhe gjatë gjithë kohës po e rimendoja, ka qenë fakti që nuk më tha në asnjë moment që jemi mërzit me ty, nuk më ka thënë në asnjë moment që na ke shqetësuar, por vetëm shqetësimi i saj ishin 48 orët e fundit, që unë mendoj që me qëndrimin tim të brenda, ato persona që kanë shkaktuar këto 48 orë të fundit duhen bëjnë përgjegjësi përballë meje. Kështu që këtu ka ngelur edhe 17 ditë. Unë mendoja se gjithë rrugtimi im do ishte vetëm 17 ditë, por e vërteta ishte që është 100 deri në sot është 103 ditë. Kështu që këto 17 ditë unë nuk ja fal dy njerëzve që pretendojnë të fitojnë në kurrizën e dikujt tjetër. Edhe Rogerti është Rogerti është person Rogert, a ka mundësi, ore, ti ose nuk kupton, ose unë nuk di që të them ty. Thuj që dush. Po të lutem o. E gërsir. Po kështu si me në gërsirat? Po si e gërsirat, vetëm duke nuk e blej, marvla. Nuk të kam gjuar një herë të flasë si njëri normal. Nuk e blej, marvla, nuk e blej. Nëse nuk e ble, mos e di, nuk ka nevojë të futesh në mes dhe të bërtas. Bërtit me vete. Nuk jam të të një gjuhën ty. Selinin po të gjoja, unë jo ty. Atëherë, unë sapo përpara se të dilnim live, sapo më tha rri urt edhe rri këtu. Unë nuk jam nga ato njerëz që kur rri këtu rri urt, po unë jam këtu për të ngritur zërin për veten time dhe për çdo njeri që atje jashtë, sekondë ti the aty brenda është një botë e vogël. Sekondër atje jashtë shumë njerëz i thonë rri urt edhe çohen për veten e tij. Unë uroj shumë që familja ime të kuptojë. Tash në fund të ditës, në fund të këtyre 7 ditëve që kanë ngelur, unë jam këtu për ata, edhe jam shumë e sigurt që edhe me këtë vendim timin, unë e kam mbështetjen e tyre. Okej, Selin. A mund të them diçka? Po, Monika. Selin, nuk e di si do t'i marrësh fjalët e mia, po unë dua të them vetëm një gjë, që kam 103 ditë që shikoj një vajzë 23 vjeçare që përballet me të gjithë mentalitetin shqiptar maskilist dhe poshtërus që bëjnë ndaj gruas dhe vajzës shqiptare. Dhe nëse ti dorëzohesh, ti nuk humbet Big Brotherin, po ta dish që janë gjithë ato vajza dhe gra jashtë që të suportojnë ty, që do të humbasin një betejë me këtë opinion poshtërues që kanë në gjithë këto vite tranzicion, që na kanë degeneruar të gjitha ne grave dhe vajzave. Prandaj ti do qëndrosh për të gjitha gratë dhe vajzat që të suportojnë ty. Ka shumë të drejtë mamaja jote që është shqetësuar. Ka shumë të drejtë që është mamaja jote shqetësuar, sepse çdo nën do ishte shqetësuar, por 48 orë janë si 48 sekonda përpara atyre fjalëve poshtruese, të cilat ti do t'i shkelësh me këmbë, sepse ti je Selim Bollati që do ta çosh lojën deri në fund, dhe pse jo ta fitosh edhe për gjithë të tjerët. Dhe bëj një lojë të ndershme. Okej. Dhe bëj një lojë të ndershme ashtu siç e ke bërë deri tani, ashtu siç të takon. Mos u dorëzo. Ti a kupton kush jena ne apo jo? Unë i bashkohem kësaj që thot Monika në pjesën për vajzat e asaj shtëpisë. Edhe realisht do doja për ata që natyrisht kanë vesh të më dëgjojnë dhe kanë tru të më kuptojnë, ju lutem, jepini një mesazh më të mirë si burra, kashi vajzave, sepse sigurisht përfaqësoni vetëm veten, ama në një sens jeni aq të dashur sa domosdo bëheni edhe modele. O zotnia, di çfarë do më thënë. E thash çfarë kisha për të thënë për ata që kanë vesh të më dëgjojnë dhe tru të më kuptojnë. Kështu që Brikena, është momenti yt. Liderja e fundit e këtij sezoni, Briki.
Ka diçka. Është era e dytë si lidere, kështu që ti e di çfarë ndodh kur je lidere, apo jo? Pak a shumë po. Ka një gjë aty që... Atëre e me mua në dhomën e surprizave? Okej, erdha. A me mbyll derën, Lidian? Po, mirë do që. Okej. Okej. Atere, brikena dhe fluturat e saj. Okej, ka cila anë me ne, Lidian? Ku të duash ti rri nga gjitha anët në bukur dukesh. Tani, momenti ytë. Momenti ytë për avantajin që si lidere e fundit e këti sezoni do të kesh. Vllai i madh të lajmëron se avantaji i fundit i liderit është shumë i rëndësishëm, sepse je ti ajo që do të vendosësh se kush do të përballet në televotimin për finalistin e parë të këtij edicioni. Mund të përballesh vetëm veten me dikë tjetër nga banorët që janë aty brenda. Kështu që vetëm time me dikë nga banorët. Po, banorët që janë aty nga dita e parë e qëndrimit. Pra, nga dita 1. Që do të thotë, nga ata që kanë, pra, si ty. Ti ke 104 ditë, të tjerë që kanë 104 ditë aty brenda janë Miri dhe Selin. Okej, do me thonë Mateon nuk mund me zgjedh. Mateon nuk mund të zgjedhër sepse ka hyrë më vonë. Kurse si. Atëherë, Lidian, unë mas gjitha asaj gjë që ndodhi sonte, kam shumë respekt madh për Selinin, edhe më vjen shumë keq ajo gjë që ka ndodhur sonte, edhe unë zgjedh të çoj në këtë nominim për finalist veten time edhe Selinin. Atëherë, në televotimin e parë për finalistin e parë, i cili natyrisht do të pasohet nga të tjerë, Brikena zgjedh të vërë përballë vetes Selin. Po? Po. Okej, kështu që një prej 4 finalistëve në këtë televotim do ta zbulojmë të shtunën, ndërkohë banori më pak i votuar i këtë televotimi do të vazhdoj garën për finalen. Jemi të qartë? Po, shumë qartë. Në këto çaste hapim zyrtarisht televotimin. Mund të kthehesh, Brikena. Faleminderit shumë, Lidian. Ndërkohë, më çoni pak në dhomën e ndenjës. Duke i kujtuar publikut që pyetja është zgjidhni finalistin e parë, pra çoni një emër mes Brikenës ose Selin. Kush doni ju të jetë finalisti i parë? Atëherë, Selin, si e ndjen veten në këtë përballje, e cila është përballje pa rrezik, por sidoqoftë një përballje që tregon shumë, sidoqoftë. Lidian, mund të jetë një nga nominimet, apo si quhet nominimet? Televotimet. Një nga televotimet më të bukura që mund të kem përjetuar në këtu në Big Brother. Sidoqoftë rezultati, un kam një dashamirësi shumë për Brikenën. E falenderoj shumë që më ka zgjedhur mua edhe fitos më e mira, edhe pse jam shumë e bindur që në mos e para, e dyta ose e treta ose e katërta, në të dyja do jemi në finale. Miri, ti ke ndenjur shumë me Brikenën, ke patur edhe shumë biseda gjatë këtyre 4 ditëve të fundit, duke i kujtuar asaj se sa gjëra keni ndarë me njëri tjetrin, si u ndjeve që nuk të zgjodhi ty përballë? U kuptua pse zgjodhi Selinin, se ajo tha vetë. E tha vetë me... Jo, edhe mos kishtë ndodhë kjo gjëja, do kisha zgjedhë Selinin. Në bazë asaj që ndodhi sot këtu, zgjedhë Selinin. Ja bën dhura Selinin që të shkojnë finale. Ti mendon se me Selinit dhe Brikenës shkon Selin në finale? Ka marru që... Normale, edhe kjo s'ka... Edhe me prajmin e sotëm u mor vesh. Kjo ka kryt punë.
Qa diskutojnë? Të bëjmë sigur të diskutojnë? Të mos jemi real. Kjo flek gjumë, tash Ani Ledion. Okej, atere, besoj diskutime do t'i vazhdoni më gjatë në dy kanalet e Digitalbit. Qa do të thuash me nëse do të bëjmë teatr? Po jo, se do bëjmë teatr, pastaj po të themi që shiko, ajo vendosi atë, se nuk vendosi mua, se mbasa e sheva të më të dobët. Jo, ti teatrin e bën vetëm atëre kur thua ato fjalët që thon ato të rrugës aty brenda. Hajde miri, edhe gjithë të tjerë dalim në obor. Po, miri, po, patjetër. Po, miri. Patjetër. Ne po bëjmë Big Brother me familjarët, apo me... Patjetër, miri, patjetër. Dalim në obor që ta ham darkën, sepse me sa duket jeni pak të uritur. Në dhe fjallën, për të kundështuar këtë gjënë. Jeni, pa tjetër që do t'a kesh fjallën se të dëgjojmë ty në dy kanale, nuk ka problem. Urdhëro? Edhe ne kemi presionin Ledion, apo jo? Ledion i Pa tjetër? Po, pa tjetër. Po bëjmë Big Brother me familjarët, apo me veten tonë? Me cilët familjar? Familjarët që erdhën sot këtu. Me familjarët që të takuan ty të udhëtimi? Ku? Me familjarët që të takuan ty të udhëtimi? Kur dole jashtë? Vajza ime. O miri, të lutem, edhe një herë, se nuk e kuptoj. Do me thënë, miri, a ke ndonjë problem me situatën? Jo, pra jo, nuk kam asnjë problem. Atëherë, nëse s'ke asnjë problem me situatën, mos ec me teorinë e viktimizimit. Të lutem, sepse realisht faleminderit. Unë jam viktima. Unë jam viktima, apo dikush tjetër viktima. O miri, edhe një herë po të them, nëse publiku vendos që ti të jesh fituesi i Big Brother, do jesh ti fituesi i Big Brother, nuk ka Ledion, Monika, Arber Hajdar apo zot të madh që ndryshon. Kaq, për këtë të jesh i bindur ti dhe kushdo. Edhe një herë, ama nëse ti fillon me këtë histori që siç bëre sot, se të njëjtën e disa njerëz kanë ardhur si ty në Big Brother edhe gjetë mo. Pa fund, ta njerëzit, po ta them këtë dhe po e mbyll, sepse realisht është ora 2 e natës, dhe si që u hahet juve buk në hahet edhe ne, e disa njerëz ka të tillë që fillojnë thonë, do bëjmë teatr ne këtu? Çfarë ke bërë ti 104 ditë aty? Ke bërë teatr? Jo, ke bërë, nëse s'ke bërë teatr kur, nëse nuk ke bërë teatr kur, miri, atëre vazhdo të mos bësh teatr, sepse kjo që po thua është teatr dhe ti do jesh ai i cili nëse e fiton këtë edicion do thuash faleminderit dhe nëse nuk e fiton këtë edicion do thuash ma bën me të futme. Miri, eja të darka, të lutem eja të darka, të lutem se realisht është e pamundur. E thash sot, flas me njerëz që kanë vesh të dëgjojnë dhe tru të kuptojnë, nuk do flas kot. Po, rregull. Ashtu. Dhe miri, je në Big Brother, kur të ftoj të darka, të lutem të dalësh të darka. Do shkosh në tualet, pasi të shkëpusun lidhjen, miri. Po të shkoj tualet, mo. Pasi të shkëpusun lidhjen, mund të shkosh në tualet. Falenderoj shumë. Ki pak respekt për vendin ku je futur. Ki pak respekt për vendin ku je futur. Shko në tualet pasi të ndërpresun lidhjen. Falenderoj shumë. Je shumë i sjellshëm dhe shumë reflektues. Faleminderit shumë. E vlerësoj shumë. Edhe unë. Shumë respektues. Edhe unë. Ashtu. Sonte darka e banorëve është me më të mirat e natyrës. Fal Ferma Çollaku, një agroturizëm ku tradita shqiptare dhe natyra bashkohen për të sjellë shije autentike dhe një eksperiencë të veçantë për çdo kënd që e viziton. E vendosur në Çerkez, në Kamës, pranë kryeqytetit, kjo fermë ju mirëpret me produktet e freskëta dhe një ambient të qetë dhe natyror, produkte bio dhe direkt nga ferma. Një destinacion të ri për ju dhe fundjavat tuaja. Kështu që shijojeni Ferma Çollaku në darkën tuaj yje. Ju bëf të mirë. Bujrum. Me qënë se e evokuam sot, mos harroni me qetësi dhe dashuri. Natën. Duket se ka mbaru dashuria aty. Janë 104 ditë aty brenda dhe natyrisht presioni është i madh. Është absolutisht të jesh në izolim, çdo gjë bën të vetën dhe edhe shpërthimet të këtij lloji mund të jenë të justifikueshme. Sidoqoftë, gjithmonë jeni ju ata që vendosni. Në fund të ditës, mbani mend parasysh diçka.
ky program bëhet për ju. Nëse nuk do bëhej për ju dhe ju nuk do e shihnit, atëherë ç'kuptim do të kishte. Kështu që këtë harrojeni nga mendja dhe besojeni deri në fund. Po ja u them unë që jam skeptiku më i madh i të gjitha gjërave. Mos harroni të votoni për finalisten e parë mes Brikenës dhe Selinit. Zgjidhni finalisten, dërgoni me mesazh ose Brikena ose Selin. Sa gjëra të vogla për të thënë në fund. Kristi, të lutem merre pak mikrofonin, ka dal promo e Urban Gen, ë? Po, ka dal promo. Tashmë do na marrësh edhe punën, me sa kuptova. Në fakt është një kapitull komplet i ri për mua, më i guximshëm, më i vërtet, një nga të fillimet e para edhe i herë, me një dimension të ri artistik dhe me një vizion më të qartë dhe një përgjegjësi shumë e madhe që unë mbaj me vetdije. Dhe këtë herë për plotësisht ndaj besimit që më është dhënë nga Top Channel dhe Fondacioni Dritan Hoxha. Jam shumë i privilegjuar. Faleminderit. Edhe unë jam shumë i lumtur, mezi po pres t'ju shoh ty edhe Lej Krajën aty. Ndërkohë do doja të rikujtoja edhe takimin me Flet sot në orën 23 në Top Channel dhe Top Albania Radio me Ilisa Agollin që gjithashtu ka nisur një sezon të ri radio televiziv. Monika, programi vështirë sonte. Unë po shikja Eugjini se ke portokallia herës tjetër. Unë e kam fituar Big Brother. Po tani do bëj Kristin ke Urban. Faleminderit shumë. Ditë e tensionuar ishte sot në fund të drejtën. Po mu vetëm për jam po s'mlar Brit Fliça. Si më thotë ai teatr. Ai ishte shkaktari i gjithë asaj situate dhe thotë teatr, ma hoqi mendjen fare pa hajt më. Përkundrazi, unë mendoj që jo vetëm që Arbrit na është bërë lëkura shollce, jemi mësuar me këto të teatrit, ë? Jo, po. Edhe Rogerti mund ta pranoj, po mirë që të thotë ço ky teatr, po prej mirit pra ishim në këtë situatë. E marr vesh. Unë mendoj që nuk është e vështirë, shumë larg teatrit, por këto situata ndodhen pikërisht se është i vërtet. I vërtet, reality show, në kohë reale, situata dhe padyshim që koha e gjatë e izolimit i ka bërë që për shumë situata të humbin durimin dhe nuk analizojnë dhe nuk logjikojnë sakt. Absolutisht. Kjo është pak po e vërtet. Ju falenderoj shumë që ishit edhe ndatë me mua nga kërkesën e saj të mërkur të intoje. Ne kemi ardhur në fund, natyrisht do gjë që mund të them unë në fund është mbase e lidhur me këtë dhe realisht nuk po di çfarë të them. Di vetëm të them një gjë që e ndjej për ta thënë, po dhe kjo vlen edhe për ata brenda edhe për ne jashtë. Nëse bëhet e lehtë, do të thotë që ke filluar të marrësh atë pjetën, natën e mirë dhe paçi fat. Je kurioz shifi videot.